Filip Mito, kryqëzistari i garave, sot në Shkodër për të ndëruar një figurë, një ikonë. Ikonën e gjithë llojeve të sportit, për në veçanti për atletikën. Fethi Dizdari është i pamohshëm. Është vetëm një figurë që ka nevojë jo Shkodra, që e ka përcjell dhe e mban edhe e kujton, por edhe gjithë Shqipëria. Prandaj jetoni, nderoheni dhe qëndroni pranë tia, se do t'jeni akoma më mirë se qeni. Zoti Mito, Urdhë. zotni Feti e kanë thirrur të gjithë në një kohë kur nuk përdoret fjala zotni. Ishte shok. Por tani ai është zotëri, dhe zotëri i vërtet. Prandaj kujtoheni se do t'jeni pranë tia dhe me ata. Duke i parë shpeshherë duke folur i përmallur për shkodranet, për historinë e sportit në Shkodër. Kaq e vlerësoni kaq shumë sportin shkodran? Është djepi i të gjitha llojeve të sportit. Është emblema e sportit shqiptar. Prandaj merrni shembull si Shkodra dhe do të fluturoni akoma më lart. Çfarë kujtoni nga Feti Dizdari apo figura e tij atletike shqiptare? Unë e kujtoj si një emblem dhe për mua ai do të mbetet në shpirt, në zemër. Më shumë nuk mund të flas dot, se edhe për mallem do më falni. Kam jetuar, na ka stërvitur dikur, por sot ai është pranë nesh dhe do të jetoj. Shkodra për fat ka shumë figurat të tilla. Ka dhe do të ketë. Faleminderit. Faleminderit juve.